Ka zona në Shqipëri ku është më përfitueshmëria më e madhe dhe mbase të tjera ku është më e vogël? Po, kjo ka ndodhur shpesh kjo pyetje, sidomos kur është bë fjalë për paqe më dhaja dhe gjithmonë investitorët kanë dashur kush është zona më e mirë. Dihet që jug, le të themi perëndimi, plaja perëndimit të Shqipërisë është ajo që ka rendimentin më të mirë, por nga zona më e keqe e Shqipërisë deri në zonën më të mirë të Shqipërisë, flasim për një 7-8% diferencë. Nuk është e diferenca. Pra për zonë mirë. Pra për zonë mirë. Dhe besoni që ky aspekt ne jemi shumë e fatë dhe Shqipëria fatmirësisht gëzon një potencial shumë të madh orësh me diell të plota në vit. Që gjë shpesh e thon 300 ditë, por kjo është termi i gabuar. Orë të plota në ditë janë nga 1200 në rast më i keq deri në 1500 orë në vit të plota. Ose dielli perëndon. Por që është shumë mirë. Shqipëria, përgjithsisht vendet mediterrane që janë shumë mirë. Dhe nëse do ta krahasonim një impjant instaluar në Shqipëri me një impjant instaluar në Austri, Shqipëri prodhon pak në 30% më shumë.